Vetëm një ditë më parë ishte media amerikane New York Times, e cila raportoi se fabrikat e prodhimit të raketave në Iran po punojnë 24 orë pa ndalim me synimin zgjerimin e kapaciteteve të tyre për të shënjestruar në të ardhmen Izraelin në një sulm të gjerë ajror ku nuk do të përdoren 500 raketa siç ishin përdorur si limit deri më tani, por më shumë se 2000 prej tyre. Diçka e tillë do të shkaktonte në mënyrë të menjëhershme çakordimin e asaj që bota e njeh se ka sistemet më të mëdha dhe më të rëndësishme të mbrojtjes ajrore, pikërisht sistemet e mbrojtjes së Tel Avivit. Mbrëmjen e sotme në program janë me mua kolonel Sami Neziri. Kolonel, mirëmbrëma, faleminderit që jeni në program. Gjithashtu Xhavit Çala, profesor i asociuar, doktor i shkencave të sigurisë. Profesor, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zoti Neziri, e nisim bashkë një lëvizje e Iranit për të shtuar në mënyrë drastike raketat e tyre, një Teheran i cili le të themi ka marrë goditje nga të gjitha anët, nga Izraeli, nga Shtetet e Bashkuara që kanë ndihmuar Izraelin, por edhe nëpërmjet milicive të cilat ai kontrollon si Hezbollah, Houthi apo qoftë edhe Hamas. Çfarë synon Teherani? Kemi një deklaratë ministrit mbrojtjes të Iranit që e konfirmon që kanë arritur prodhimin e një sasie të tillë raketash që kalon sasinë e parë luftës 12 ditore me Izraelin në qershor. Pra kemi një, si thuash, një deklaratë të njanshme nga Irani. Por nuk ka konfirmim nga ana e Izraelit. Gjithsesi mediat janë marrë me këtë. Kjo është gjë që pritej, sepse Irani nuk do hiqte dorë. Pra, pas goditive luftës 12 ditore që ishte mes Iranit, Izraelit dhe që ju bashkua dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që goditën gjitha instalimet ku prodhoshin raketat dhe programi bërthamor, natyrisht që Irani do t'i rikthejë kësaj, derisa të riparonte edhe dëmet dhe të ishte diçka e pritshme. Ekspertët mendojnë që do jetë çështje kohe, që të kemi përsëri një konflikt mes Iranit dhe Izraelit. Unë besoj që do jetë Izraeli që do bëjë hapin e parë përsëri, mbase jo shumë shpejt. Thonë dhe raportet e inteligjencës të fakt që e kërkon Izraeli diçka të tillë. Arsyeja është se Izraeli e ndjek shumë nga afër zhvillimet në Iran të kapaciteteve bërthamore, por dhe balistike, të raketave balistike. Për arsye, sepse, siç dihet që nga revolucioni islamik, Irani ka deklaruar për zhdukjen e shtetit të Izraelit. Pra, e kanë kushtetut. E ka pa, me çdo kusht. Pra, është diçka që dhe kjo e bën Izraelin që ta ndjek nga afër këtë. Dhe vija e kuqe për Iranin nga ana nga pikpamja e Izraelit është që është programi bërthamor. Këtu nuk toleron, sepse armatosja me armë bërthamore e Iranit, natyrisht që bën Izraelin, aktualisht Izraeli është fuqia vetme në rajon bërthamore, dhe në këtë mënyrë do ta bënte edhe Iranin që mund të shantazhonte shumë mirë edhe Izraelin pastaj. Dhe kjo është dhe arsyeja që Izraeli e ndjek shumë nga afër dhe pritet që goditja e radhës të jetë nga Izraeli. Unë mendoj që mund të jetë çështje kohësh, mbase disa muaj. Para se të fillonte konflikti 12 ditor mes Iranit dhe Izraelit, mendoj se ka pas një arsenal për rreth 2500 raketa balistike, subsonike, hipersonike, të kombinuara. Ka që në raportet e mediave ndërkombëtare, sa që të arrinin në Izraelit. Dhe mbas konfliktit mendohet që mund të kenë mbetur 1000 ose 1500. Tani, sipas raportimit që bën edhe ministri i mbrojtjes i Iranit, do të thotë që e ka kaluar 2500-shin. Megjithatë, kjo është për të konfirmuar, sepse është deklarata e njanshme, por është e sigurt që Irani ka vazhduar përpjekjet maksimale për t'i plotësuar kapacitetet dhe për t'i tejkaluar. Raketat e arrin, natyrisht, e arrin Izraelin, janë diku deri në 2000 kilometra. Kemi një pak më të qartë, ndërkohë që shohim edhe disa prej opsioneve që Irani zotron aktualisht nga gjithçka që ne dim, duke përfshirë raketat Fatah 2, ndërkohë profesor, pra po thoni që ka edhe raketat të cilat arrin deri në 2000 kilometra, por kanë edhe dronë, duhet kujtuar edhe kjo, versioni i përmirësuar i Shahed 136 arrin deri në 2500 kilometra rrezë veprimi. Po, çështja është që është ajo që theksuat edhe ju. Nëse Irani do të
do të sulmoj Izraelin me një sasi të madhe raketash, me një breshrit të madhe raketash, ta zëm me 1.000 apo 2.000 raketa, e kombinuar kjo dhe me dronët, atëherë do të vinte në vështirësi mbrojtjen kunajrore të Izraelit, sepse është e vështirë që në një njësi kohe të interceptosh një sasi kaq të madhe raketash dhe dronësh. Pra, po të kemi parasysh edhe konfliktin ndërmjetëtor që në qershor të viti, ishin Shtetet e Bashkuara që ndihmuan, megjithëse nuk ishte kjo sasi, pra që pretendohet që Irani e Bashkuar, Franca, që tu përfshin. Pra, ishin shumë shtete që ndihmuan me mbrojtje kunajrore. Kështu që do ta vinte në vështirësi. Është një nga taktikat që përdoret, në fakt është përdorur edhe në luftën në Rusi-Ukrainë, kombinimi i goditur me raketa dhe dron. Ndërkohë e shpërqendron edhe kundërshtarin dhe njëra nga ato e godet patjetër objektivin. Kështu që unë mendoj që kjo do jetë një nga zhvillimet e pritshme në muajt që vjen dhe mbase hapi i parë do jetë nga Izraeli. Tjetër qartë. Është parashikimi i inteligjencës në fakt që e ka thënë diçka të tillë sipas rrjedhjeve dokumentave edhe nga New York Times. Profesor Shala, 2.000 raketa që do të jenë në gatishmëri për të goditur Tel Avivin, ai ka Teherani sot kapacitetet për të prodhuar këto armë? Shiko, do ta marrim të analizojmë situatën në momentin e përfundimit të luftës 12 ditore. Ajo luftë përfundoi me një armë pushim, pra ka një armë pushim, nuk pat bisedim me paqe, nuk ka një plan paqe. Pra, në një farë mënyrë të gjithë palët, 3 palët e përfshira, domethënë njëra palë që është Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli dhe ana tjetër Irani, duket rënë dakord që të tërhiqen dhe të vazhdojnë përgatitjet e tyre. Pra, përgatiten për një raund tjetër. Dhe ky raund tjetër do jetë sa më shpejt palët ta ndjejnë veten të sigurt. Po ta shohësh nga ajo situatë, Irani duhet po të analizosh ka përfituar shumë nga ajo situatë, ka nxjerrë shumë mësime, cilat kanë qenë këto. E para, ata për të shmangur ndërprerjen e zinxhirit komandues, në rast se kanë marrë masa që çdo titullar institucioni ose njësi ose të ketë zëvendësin e tij, sepse në rastin e parë kur vranë ata komandantën pat një hapësirë 28 orëshe, kaosi. Dhe ai ishte momenti ky që mund të fitonte nëse vendi do kalonte në destabilizim. Derisa vendi nuk kaloi në destabilizim, mundësi tashmë nuk duhet të harrojmë, Irani ka qenë perëndëri, është një nga fuqitë kryesore rajonale atje. Por e çuditshme është kësaj se Shtetet Bashkuara që ishin prishësit e planit për tërheqjen nga programi bërthamor të Iranit, të atij traktati që u nënshkruar në atë kohë me vendet kryesore, pas ndërprerjes luftës 12 ditore nuk u vazhdua më me bisedime paqe. Ndërkohë që me bisedimet për programin bërthamor, jo bisedime duat merren me këtë çështje. Jo, Teherani ofroi mundësitë dhe Teherani donte bashkëbisedues, në fakt donte Europën, nuk donte Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe ai bëri disa tentativa me Europën, por edhe aty nuk u tërhoq Teherani nga kushtet e veta dhe Europa ndërkohë kërcënoi se nëse nuk do tërhiqeshin mund të riktheshin sanksionet dhe ato sanksione efektivisht janë rikthyer ndaj atyre, por gjithsesi Irani është mësuar me këte sanksionet, pra ti rezistoj këtyre sanksioneve dhe po përgatit një fuqi shumë të madhe raketore. Dihet pasaj që në fillim, kur po vazhdoshin bisedimet para luftës 12 ditore, një nga kushtet që Izraeli siç duket bashkë me Shtetet Bashkuara të Amerikës kërkonin që një farë kontrolli jo vetëm për çështjen e programit bërthamor, por edhe programit raketor, pra për këtë, gjë që ata nuk e pranonin asnjë kusht, këtë kusht nuk e pranonin. Dhe vajten si vajten punët, filloi lufta 12 ditore. Në këto kushte sot është e pritshme, atë edhe që tha koloneli, kjo punë është e pritshme, do të themi ne që pse pikërisht ministri i mbrojtjes apo vetë Irani po nxjerr këto që ne po përgatitemi, kemi kaq raketa. Unë mendoj që është edhe një variant tjetër për ta paralajmëruar Izraelin që nëse ai do të sulmojë siç po pretendon të sulmojë, të rikthehet përsëri sulmit, që ai do të ndodhet në një breshëri shumë të madhe sa ishte më përpara.
Pra, unë mendoj që Irani nuk është ai Iran që ishte para luftës 12 ditore. Ata kanë nxjerrë mësim nga kjo dhe ata kanë marrë të gjitha masat, jo vetëm për të bërë një mbrojtje, por edhe për t'i hapur probleme Izraelit. Shiko, nga ato që u dhanë në media, nuk u dha se ka pas ndonjë dëm të madh Izraeli nga lufta 12 ditore, por në fakt e vërteta është që ka patur dëm. Shumë raketa kanë rënë atje. Plus asaj, nëse kjo sistem raketor i tyre apo antiraketor i shumë shtetëror i Izraelit do vihet në një trysni shumë të madhe goditjesh, sidomos edhe me dronët, sepse një lloj raketa ai sistem do punojë një lloj si me dronin si me një raketë. Varet nga niveli që do jetë. Kështu që do ketë mund ndodhemi para një shpërthimi tjetër të konfliktit në linjën e mesme. Presidenti Trump po përpiqet që të Dua të dalëm vendosi se ne kemi parë bashkë. A mendon se ka pasur një nëndërsim të Iranit, sepse e them këtë gjë duke pasur parasysh që Amerika dhe Izraeli dolën dhe thanë e shkatruam këtë program bërthamor. Më pas Agjencia Atomike e Kombeve të Bashkuara tha se kanë shkaktuar dëme të mëdha, por shkatrim total nuk ka pasur. Absolutisht nuk ka patur shkatrim në total. Pretendoi edhe Trumpi nuk ka patur shkatrim total. Edhe bile jo vetëm programi bërthamor, por edhe programi raketor, sepse u mendu që e ngodit të gjitha ato vend prodhime të armëve raketore. Dhe desa ai po arrin sot të vejë në funksion edhe të prodhoj non-stop raketa, do thotë që nuk ka pas goditje vendimtare. Kolonel, unë kam një mendim ndryshe. Unë them që goditjet edhe të Izraelit, dhe ndërhyrja amerikane, që Izraeli nuk ishte kapacitetet për të goditur instalimet që ishin shumë thellë. Dhe ndërhyrja Shtetet e Bashkuara që e dim. Dhe me mbi bazë e raportime që ekzistojnë aktualisht, Irani nuk është më në gjendje të vazhdojë pasurimin, pra me shkatrimet që ka psuar. Mendohet që është rreth 60% e kapaciteteve që janë për programin bërthamor janë dëmtuar. Por 60% janë goxha shumë. Kështu që për ta rikthyer edhe një herë, është vështirë për riparimi për arsye se Irani është në embargo, dihet që është në embargo, i vetmi furnizues është Rusia, është Kina, dhe edhe Rusia dhe Kina nuk është se kanë Rusia ka hallet e veta. Kina natyrisht nuk është shumë e interesuar mbase që të ndërhyjë kaq thellë në këtë. Kështu që deri nga fundi i këtij vitit mendohej nga ekspertët, ishte e sigurt që Irani nuk mund t'i rikthejë programit bërthamor. Kjo do ishte mbas nga fillimi i vitit tjetër. Dhe unë jam shumë i bindur që Izraeli e ndjek shumë nga afër këtë gjë. Dhe këtu ka qenë për të krijuar 8 bomba dhe prandaj çështja është për ekzistencën e Izraelit dhe Izraeli këtë e di shumë mirë. Pra kjo është fiks vija kuqe që nuk e lejon të kaloj në doktrinën e përdorimit të armëve bërthamore të Izraelit, është ju e dini opsioni Samson ose Samson option. Samson është marrë është një figurë biblike që është vetë shkatruar në një tempull bashkë me ato armiqtë e tij brenda një tempulli. Pra edhe është simbolike emri që është. Që do të thotë, Izraeli e ka në doktrinën e vet që përdor armën bërthamore kur vjet pikpyetje ekzistenca e Izraelit. Por që të mos shkojë atje, ajo nuk lejon që Irani të krijojë kapacitete bërthamore. Kjo është e prerë. Plus që këtu shtohen edhe interesat jetësore që ka Shtetet e Bashkuara në rajon. Mirë, do të ndalemi pak tek disa pjesë, le të themi, për të kuptuar edhe mbi armatimet më shumë. Profesori tha se mund të jetë një presion i bërë në drejt për drejt nga Irani, pasi ka raportime se Izraeli do të sulmojë së shpejti sërish Teheranin. Flasim për raketet apo kapacitetet aktuale që njohim që Irani ka, që mund të godasin Izraelin. Në Shahed 136, droni i përmirësuar i cili është përdorur aktualisht në Ukrainë, deri në 2500 kilometra distanca që mund të godas, 185 km/h është shpejtësia maksimale. Përdjuar më pas me raketën Emad, një raketë balistike, e cila shkon
deri me shpejtësinë, pra shpejtësinë deri në 8890 km/orë, që është një shpejtësi jashtëzakonisht e lartë dhe ka një rrezaveprimi 1700 km. Fatah, e cila ka disa versione, 2 dhe 3 të saj, është një raketë balistike hipersonike, 1400 km rrezë e veprimit deri në 18500 km shpejtësia me cilën udhton duke bërë të pakapshme nga radarët dhe për të ndalur tek një raketë e cila është zbuluar së fundmi që mund të mbajë një kokë me 2000 kg eksploziv, bëhet fjalë pikërisht për Khorramshahr 4, është një raketë balistike 2000 km distanca që cila mund godas dhe shkon në një shpejtësi prej 19000 km/h. Janë raketa të rënda, duhet të thënë raketa të cilat kanë shpejtësi maramundse. Vetëm njëra është hipersonike, të tjerat janë subsonike. Me fjalë nuk e të i kalon shpejtësinë e zërit, ndërsa njëra e të i kalon shpejtësinë e zërit, është e vështirë për të interceptuar, ajo që ka 1400 km distancën. Të qartë. Ndërkohë, për të folur pasi thamë edhe pak më parë, Izraeli ka sot mbrojtjen më të mirë ajrore në të gjithë botën dhe ne kemi parë në fakt nga sulmet e ndodhur në vitin 2024 në prill të atij viti, por edhe nga lufta 12 ditore, 3 sistemet mbrojtjes ajrore. Iron Dome, kupola e hekurt, një bashkëpunim edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fakt Iron Dome është, le të themi, i treti në radhë për nga rëndësia dhe kapaciteti të godet raketa nga një distancë 4 deri në 70 km. Kostoja për të interceptuar dhe për të godruar raketat apo dronë është 40 deri në 100.000 për raketë, ndërkohë ka sistem radarësh që shumë shpejt llogarisin në sekonda nëse raketa do duhet të bjerë në zonë të populluar apo jo, intercepton raketat që përbëjnë kërcënim real duke kursyer kosto. Është një zgjedhje, le të themi, inovative, e cilën ne kemi parë dhe ka qenë e suksesshme në sulmin e 2023, nuk duhet ngatrohesha, pra pikërisht në sulmin e prillit. Ndërkohë për të kaluar tek më e avancuara është David Sling, apo që siç njihet ndryshe edhe blastiku i Davidit, e thënë shqip, është një sistem i cili është sigurisht më e avancuar se Iron Dome, rrezja efektive e tij është 40 deri në 300 km, ka raketa me manovrim të lartë që mund godas siç janë ato të Iranit, Fatah 110 apo raketat të tjera, ka raketa interceptuese Stunner, të cilat janë shumë precize, por kushton $1 milion për raketë, për të goditur vetëm një raketë. Pra nëse flasim sot për një Iran i cili mund të shënjestrojë Izraelin me 2000 raketa njëkohësisht, duket pak si e pamundur kostoja operacionale. Mos themi e pamundur, por e vështirë, sfiduese. Thema nuk është çështje parash, me fjalë. Çështja është sistemi i mbrojtjes kundërore i Izraelit është një nga sistemet më të mira në botë, siç e theksuat edhe ju. Ai është i shtresëzuar dhe sistemet e mbrojtjes ajrore kështu ndërtohen. Ndërtohen që nga distancat e ulta deri në distanca më të larta. Dhe Izraeli këtë plotson më së miri. Është një nga raketat kundërore, është Road 3, që arrin mund godasë edhe satelitët në orbit. Po flet për sistemin Arrow 3 apo jo? Po. E kemi edhe këtë sistemi, i cili është më i avancuar për të parë pra edhe pak panoramën e plot. Bëhet fjalë për Arrow 2 që arrin deri në 300 deri 500, Arrow 3 cili shkon nga 1000 deri në 2400. Po, dhe mund të godash dhe satelitët në orbit. Dhe shumë shtete europiane kanë porositur këtë sistem, sepse kap raketat hipersonike, pra që janë mbi shpejtësinë e zërit, që fluturojnë shumë lart mbi tokë. Dhe ky lloj sistemi është shumë i mirë për këtë lloj rakete. Çështja tani nuk është tek kostoja. Në rastin e Iranit, që përballoj presionin ky sistem. Çështja është që duhet kesh për të përballuar 2000 raketa që vinë. Nëse flasim për këtë sistem, shkon kostoja vetëm për një goditje 2 deri në 3 milion dollar. E kuptoj. Çështja prap nuk është tek kostoja. Kostoja, unë besoj që Izraeli ka kapacitetet mjaftueshme. Çështja është që në njësinë e kohës është vështirë të kesh aq bateri të instaluara antiraketore që të përballojnë të zonë 2000 raketa një herësh në 1 sekond. Është vështirë. Dhe shtoj këtu pastaj edhe dronët, të kombinuara me dronë. Pra është çështja në njësinë e kohës. Ky është problemi, sepse edhe nga ana tjetër Irani nuk është se raketat e atij kushtojnë pak. Raketat balistike kushtojnë shtrejt, janë goxha shtrejt. Janë shtrejt. Vetëm dronët kushtojnë pak më lirë, natyrisht, por raketat njësoj. Profesor Shala, koloneli thot nuk ka rëndësi kostoja, por
sigurisht është një çështje operacionale e rëndësishme. Unë mbaj mend që nga lufta 12 ditore u raportua nga mediat ndërkombëtare se Izraeli po krijonte një sistem të ri të mbrojtjes ajrore me lazer, i cili për një goditje do të kishte koston që izraelitët e thonin një kafe për ne, pra 2 deri në $5. Por këtë sistem nuk e kemi ende. Nuk është funksional deri tash, paktën nuk ka informacione që nuk ka informacione që po përdoret. Testim ka vite që është në testim dhe kjo mbrojtje raketore, kundër raketore e shtrezuar nëse provokohet me goditje masive do të ketë gjithmonë të qara. Pra, dëmet mund të jenë të mëdha edhe për Izraelin. Këtu problemi është se askush në linjën e mesme, domethënë as këta aktorë kryesor, por edhe aktorë tjerë nuk po interesohen për të filluar bisedime për paqen. Unë vazhdoj të ngulkam tek bisedimet, jo tek lutet. Pse? Sepse do të vazhdoj, kjo do përgatitet në Tripale, do ketë një luftë, do implikohen edhe vende tjera në rajon, pra në një farë mënyrë siguria e linjës mesme do vazhdoj të jetë e kërcënuar. Do të vazhdoj. Edhe gjithë ato investimet që po bëhen për paqen në Gaza, apo po e themi marrëveshja Abrahamit, apo këte që po synon presidenti Trump edhe në Siri, kudo, nuk do jenë kaq të thjeshta për tu zbatuar dhe nuk do kenë këte efektivitet nëse nuk zhvillohen bisedime paqësore për ta bindur Iranin që Irani nuk duhet të përdorë armë bërthamore. E para, programi i saj raketore është dytësor, pastaj ajo lidhet me nëse ai e ka mbrojtës ta ketë për arsye të mbrojtjes tij. Irani nuk do heqë dorë nga të qenit fuqi rajonale, dhe është një fuqi që ai mund të konkurrojë edhe po jo nëpërmjet programit të saj bërthamor. Pra, një Iran me program bërthamor është kërcënim ekzistencial për Izraelin. Izraeli në asnjë lloj kushe, edhe të paktën në këto kushe ai ka bindë edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe presidentin Trump, gjatë kësaj presidente, që të mos lejojë në asnjë mënyrë që Irani të bëhet fuqi bërthamore. Por këtu duhen një farë koordinimi që Perëndimi, duke qenë se ka dhe interesa në lindjen e mesme, të punoj për një plan paqeje. Pra, një Izrael që të bashkëjetoj me një Iran që pranon ekzistencën e Izraelit, pra vetëm kështu do të ketë paqe në linjën e mesme. Për ndryshe, pastaj njëherë do të përgatitet njëra palë për luftë, njëherë do të përgatitet pala tjetër. Kjo do të kërkojë përfshirjen e fuqive të mëdha. Shtetet Bashkuara të Amerikës përfshihen direkt në këtë konfliktin 12 ditor, ndërkohë që Rusia pa shkak të problemeve të veta nuk u përfshi direkt. Kjo nuk do thotë që nuk do të përfshihet nesër në këtë, ndërkohë që në strategjinë e Kinës pastaj është ajo çështja sidomos në aspektin e angazhimit në aspektin ekonomik dhe të diplomacisë në rajon. Pra, gjithmonë është themra e akilit këtu është duhet gjetur kushtet për ta detyruar Iranin që të heqë dorë nga programi bërthamor. Nëse Irani detyrohet të heqë dorë nga programi bërthamor, atëherë mundësitë për paqen në linjën e mesme bëhen evidente. Dhe bëhen reale. Pra nuk është i cili dorëzohet aktualisht. Mirë, ne do të shkojmë një shkputje shumë të shkurtër publicitare për të rikthyer në pjesën e dytë. Teksa shohim kërcënimin e Iranit, çfarë po ndodh me Europën tonë, dronët të cilët kanë kërcënuar sigurinë europiane, një Europë pa përgatitur dhe mbi gjitha me rastin e fundit të Rumanisë, një NATO e cila nuk reagon. Të gjitha këto pas publicitetit. Mirë, jemi rikthyer në program. Belgjika, kryeqyteti evropian, ishte në kryefjalë të mediave ndërkombëtare për gjatë javës së shkuar për shkak të dronëve të cilët kishin paralizuar disa fluturime në aeroportin e saj kryesor. Por për tek këtyre shqetësimeve, shqetësimet më të mëdha ishin se dronët të presupozuar se janë nga Rusia, të cilët mund të kenë qenë edhe dron monitorimi, kishin kaluar në disa prej bazave më të rëndësishme ushtarake. Rasti i Belgjikës riktheu edhe një herë shembuj që pam për gjatë këtij viti në Poloni, në Danimark, por edhe në vende të tjera europiane, duke përfshirë këtu edhe Suedin apo edhe një bazë ushtarake në Gjermani. Përballë këtij fakti, përgjigjja ushtarake që do duhet t'jepej ishte me kosto të lartë për Europën. 2 muaj më pas këtyre provokimeve të një lufte hibride me gjast nisur nga Moska, nuk kemi një Europë të përbashkuar sa i përket përgjigjeve që duhet japin. Zoti Shala, duhet ndalem tek ju për të dhënë së bashku, le të themi, një alternativë që është prezantuar nga Europa, është pikërisht kjo raketa Marker 1 me kosto $50.000 për njësi që mund të godas, le të themi, edhe dronët e Rusisë. E ka konsideruar dhe Telegraf si raketa që do të mbroj perëndimin nga Putini me këtë luftë hibride. Po çfarë po ndodh me Europën?
Shiko, Europa... Së është dhe pyetje komplekse kur e drejton në mënyrë drejt për drejt. Europa A do shpëtoj dot vetëm një raket? Europa u ndodh uzu në befasi me këtë punën e dronëve. Dhe nuk nëzori mësime dhe nuk përfitoj nga eksperienca ukrainase për luftën me dronë. Ukraina ka përparuar shumë dhe ka patur rezultate, pavarësisht se nëse nisën 400 dronë për një herë bashkë me 100 raketa, normalisht që do bëjnë edhe dame, por nëse Ukraina arrin që të azesojë sistemet ukrainase, arrin të azesojnë nga këto rreth 80%, 90% është një fitore e madhe. Kurse ky sistem është një natyrisht tashmë janë vënë gardë gjithë kompanitë ushtarake edhe europiane për nxjerr prodhime të tilla me kosto sa më të ulët, se Europa me lapsin ekonomik është në rregull, domethënë i don me kosto sa më të ulët dhe prodhime të tilla janë shumë të kohës. Kjo është një raketë që mund të kushtojë si sistem me 50.000 euro, por ndërkohë që një kompani tjetër suedeze ka prodhuar një dron, një tip rakete Hellsi tillë që kushton një nga këto raketet kushton 5.000 euro. Pra Kruger 100. Pra zhvillimet shkencore, ideja është se ku po shkohet në Europë, që a ka një strategji këtë. Europa, sidomos pas goditjeve të para që psoi Polonia dhe disa nga vendet baltike, por edhe kalimit të dronëve edhe në Rumani, ndezi sinjalin e alarmit me njëherë për të hartuar një strategji të u bë ajo që quhet roja lindore, pra ajo strategjia dhe çfarë synonte. Në radhë parë kjo synonte që të krijojë një mur dronësh. Ideja e murit dronëve është pak a shumë si ideja e këtij sistemi të shtrezuar të Izraelit. Pra këtu të ketë që nga interceptorët, pra të ketë ndërthuar disa lloj masash për të krijuar që nga deti Baltik deri në detin e Zi, vendet anëtare të NATO-s kanë mundësi të përballojnë sulmet me dron. Këtu problemi nuk është dronët që vinë nga Rusia, këtu problemi është dronët që porositen nga Rusia brenda Shteteve të Bashkimit Evropian, sepse dronët që kanë dalë në Belgjik nuk janë dronë që kanë ardhur nga Rusia. Rusia mund të jenë prodhim rus ose mund të jenë kështu, por nuk janë nisur direkt nga Rusia. Ato janë hyrë në operacione të fshehta. Janë operacione, janë përfshirë këtu edhe dronët në Gjermani, edhe dronët nëpër gjithë vendet e Bashkimit Evropian. Sa nuk ka një rreza e gjatë dhe mbi gjitha nuk kalojnë. Nuk ka mundësi të kalojnë disa shtetat edhe mos të interceptohen. Kështu që ne kemi diskutuar bashkë Sali edhe kur u bëi operacioni i famshëm i inteligjencës ukrainase për të goditur avionin strategjik rus. Pra që i vendosën dronët në metodat e tyre klandestine, i futën dhe dhanë goditje. Edhe që atëherë paralajmëruam që do jetë një problem i madh tashmë ky modus operandi. Dhe atë që përdoren në Ukrainës, atë po bëjnë rusët sot, po nuk po i bëjnë me ngarkesë. Ata thjesht është pjesë e luftës hibride kjo, kërcenim ushtarak. Pjesë e luftës hibride të Rusisë në vendet e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Se del kjo koncepti luftës hibride, lufta hibride dhe në një farë mënyrë është... Njerëzit ndoshta dhe se kuptojnë sot se ka një sër luftrash cilat preken në mënyrë të drejtë për drejtë. Nëse më preken 10.000 pasagerë nga një fluturim, kjo është një luftë ekonomike, është një luftë hibride, pra lufta hibride ka në thelb, nëse do ta themi me dy fjalë, është përpjekja për të ushtuar presion ndaj palëve të tjera, përpjekja për të ushtuar me metoda ushtarake dhe jo ushtarake, por jo deri në atë masë në nivelin e shpërthimit, në nivelin e sulmit armatosur. Pra të tëra teknikat dhe taktika luftarake mund të përdoren, po mjafton që të mos hyhet të jetë në nivelin e luftës konvencionale. Dhe po t'i shohni të gjitha këto Rusia po i përdor sot në Europë. Që edhe kjo nga ana ushtarake është kjo e dronëve, po pastaj ti ke aktet e sabotazhit, ke sulmet kibernetike, ke sulmet propagandistike, ke financimin e partive të ekstremeve të majtë e djathtë në mënyrë që të dëmtohet demokracia. Pra, në farë mënyrë, kjo është lufta hibride që të gjitha opsionet dhe synimi tashmë është që
të dobësojnë kundërshtarin, pra vendet anëtarë NATO dhe Bashkimit Evropian, po pa hyrë në luftë direkte. Ky është koncepti në thelb i kontrolli me qeveri kukull apo me zyrtar kukull që Moska ka treguar qartë që e ka. Zotin Eziri, kolonel, duhet ndalem pak tek ju. Me rastin e Belgjikës pa ngritjen e këtyre dronëve në bazat rëndësishme ushtarake, duke përfshirë edhe bazat e NATO. Si funksionon mbrojtja e këtyre bazave? Pra pse është kaq e vështirë që të interceptohen këto dronë, ose të paktën përveç këtyre bazave ushtarake edhe objekteve kritike të infrastrukturës, siç janë aeroportet, stacionet e trenave? Po, ka patur mbi aeroportin në Brukselit edhe në vende tjera, po sensitive ka qenë mbi një central bërthamor, shkaluar, dhe natyrisht kjo e theksoi edhe profesori, lufta Rusi-Ukrainë e ka nxjerrë në pak të përdorimin e dronëve. Është një risi e kësaj lufte. Dhe kanë marrë përdorim të jashtëzakonshëm në tokë, në ajër, në det. Ndryshoi filozofia luftës, duket, kolonel. Ndryshoi filozofia luftës. Ka ndryshuar komplet mënyra e bërjes luftës. Kjo është e vërtet. Çështja është që dronët, origjina e dronëve është vështirë ta provojmë, sepse nuk ka asgjë të shkruar mbi to. Nuk ka gjurmë në radar se nga kanë ardhur. Dhe problemi me dronët, me një pjesë të mirë të dronëve, është që nga që mund të fluturojnë shumë ulët dhe nuk kapen nga radaret. Pra duke qenë të programuar, të drejtuar, nuk kapen nga radaret, mund të fluturojnë goxha thellë. Tani u përmend edhe Ukraina, po Ukraina në rastin e goditjes aeroporteve brenda Rusisë, në atë kohë nuk kishte këto kapacitete që ka sot. Sepse sot Ukraina ka arritur të ketë të prodhojë vetë kapacitete për të goditur objektiva strategjik thellë në territorin e Rusisë nga Ukraina. Pra ka distanca kalon tani në 3000 kilometra dhe ka çdo gjë, por në atë kohë nuk i kishte dhe natyrisht e përdori atë formën tjetër, pra kishte një vit që kishte hyrë atje dhe ishte vendosur afër baza ku do godiste. Dhe unë besoj që kjo nga ana e Rusisë ka qenë për të krijuar një farë frike në vendet e Bashkimit Evropian, në popullsinë e Bashkimit Evropian, për të prishur edhe kohezionin e NATO-s dhe vendeve perëndimore, në një farë mënyrë edhe për të shprehur atë kundërshtinë që ato e mbështesin Ukrainën në konfliktin, në luftën e Rusi-Ukrainë, dhe nga ana tjetër edhe për të testuar edhe mbrojtjen kundërajrore. Dhe kanë testuar, pra bazat ushtarake nuk janë të mbrojtura. Po pra, dhe kjo në rastin e Polonisë për shembull, po të shikoni ka një përgjigje disproporcionale që nxjerr në pa. Pra në rastin e Polonisë është asgjësuar dronët, janë asgjësuar me raketë. Pra që kushton me miliona euro, një dron asgjësohet që bën disa mijëra dollar. Dhe kjo nxjerr në pa pikërisht atë që u theksua dhe nga profesori që Evropa dhe në përgjithësi bota në këtë rast u gjete pa përgatitur sa i përket mbrojtjes nga dronët. Totalisht, deri në vitin 2022, para se fillonte konflikti, dronët janë përdorur më shumë për zbulim. Çështje zbulimi në distanca jo shumë të larta siç janë sot dhe jo me kaq mënyrë masive dhe kaq specializuar përdorimi. Kështu që Evropa natyrisht u gjete pa përgatitur, kanë filluar përgatitjet për të krijuar kapacitetet e nevojshme. Ka patur edhe iniciativa që të shfrytëzohet përvoja e Ukrainës, sepse ekziston një përvojë. Ukraina mund të thuhet që është lider në botë aktualisht, është fuqi botërore në dron. Dhe jo me kohë të Shtetet e Bashkuara tentoi që të lidhin edhe kontrata me Ukrainën, po ka edhe vende tjera. Ka vende Danimarka si Franca, gjitha Britania kanë lidhur kontrata prodhimi qoftë në vendet në Ukrainë, po edhe në vendet e tyre për dronet që prodhon Ukraina. Kështu që besoj që Evropa do marrë në konsideratë dhe përvojën e Ukrainës. E kanë thënë, bën qartë që kur diskutuan murin e dronëve. Ndërkohë, profesor, një zhvillim tjetër cilin e kemi diskutuar edhe më herët së bashku, një bashkim evropian që në thelbi mungon bashkimi. Kemi përplasje sot, po lexoje që Keir Starmer i ka thënë von der Leyen që nuk përfshihet në asnjë mënyrë në planin e mbrojtjes së përbashkët, pasi i kërkuan Londrës 6 miliard pound në këtë plan dhe Keir Starmer tha jo, nuk duhet paguajmë kaq. Pra për te këtyre çështjeve të cilat janë në aspektin ekonomik që ndoshta është shumë i rëndësishëm. Kemi edhe aspekt ideologjik apo aspekt i cili nuk shkon në një anë. Gjermania thotë mund të ndërtoj vetë këto sisteme, Franca thotë, shikoj se nuk më pëlqen ideja e murit të dronëve, apo përfiton Rusia nga kjo përçarje brenda Unionit? Absolutisht po, Rusia po e nxit dhe po përfiton. Dhe Evropa nëse nuk e ka kuptuar edhe në këtë situatë që duhet jetë e bashkuar,
do të jetë e bashkuar edhe në reagim, do jetë në të keqen e Europës kjo. Dhe këtë rasti që po përmendni ju, kjo është lidhet pastaj me këtë sasi të madhe parash që vinë në dispozicion që derdhet nga Bashkimi Evropian për të investuar në fushën e mbrojtjes. Dhe këtu ideja është që kush tashmë do të përfitojë nga këto fonde. Pra, ideja është që të përfitojnë më shumë vendet e Bashkimit Evropian. Dhe kjo që është thënë, Anglia nuk është vend antar i Bashkimit Evropian. Gjithsesi, edhe Anglia është llogaritur, Bilektu është llogaritur që në këtë zinxhir të përfitojnë edhe vendet kandidate. Pra, të cilat mund të arrijnë të prodhojnë dhe të përfitojnë nga ky buxhet, nga ky super buxhet i Bashkimit Evropian. Të përfitoj edhe Ukraina, pra duke porositur dronet e tjera. Bëhet koordinimi. Patjetër, nëse nuk ka një koordinim midis vendet në fushën e mbrojtjes, ne kemi diskutuar Sali që Europa sot është një fuqi e madhe ekonomike, është nga më të mëdha në botë Europa, por që të bëhet faktor duhet të kthehet në fuqi ushtarake dhe fuqi ushtarake e përqar nuk arrin dot kurrë të bëhet. Tete qartë. Kolonel Leziri, faleminderit që ishte mbrëmjen e sotme me mua në War Report. Profesor Shala, faleminderit që ishte mbrëmjen e sotme në program. Kemi mbërritur kështu në fund të War Report edhe për mbrëmjen e sotme. abcnews.al është adresa ku mund të informoheni në çdo kohë, në kohë reale mbi zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni e botës, dhe mund të sintonizoheni me ne duke na dëgjuar në radio ABC 105 FM. Faleminderit për vëmendjen tuaj. War Report rikthehet sërish mbrëmjen e nesër me natën e mirë.